أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرأة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Falëndërime dhe lavdërime gjithmonë qofshin për Allahun xhalla shanuhu. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona qofshin mbi të dërguarin ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij të ndershëm dhe mbi mbar ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar dhe ju motra të nderuara, ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, këtu nga studio Radio Mëshirës nga qyteti i Prizrenit, duke ju dëshiruar një natë të mirë me shoqërinë tonë, me hoxhallarët këtu në këtë studio. Ashtu si që jeni lajmëruar edhe më herët nëpërmjet internetit dhe nëpërmjet Facebookut, temë e jona e sotshme do të jetë një temë mjaft aktuale, për cilën ndoshta e tërë bota islame është ngritur për ta mbrojtur këtë njeri, këtë personalitet, të cilën temë kemi emërtuar në mbrojtje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me neve sonte në studion ton do të jenë Hoxh Mazlam Efendi Mazlami, imam në xhaminë e Nimallës Prizren në skenar dhe Efendi. Hoxh Nasser Efendi Kastrati, imam në xhaminë e Korrillës në Prizren në skenar dhe Efendi. Edhe Hoxh Mervan Efendi Berisha, imam në xhaminë Elias Kukës në skenar dhe Efendi. Patjetër që ky numër kaq i madh i xhallarëve sonte këtu direct live nëpërmjet Radio Mëshirës, por video të cilat do të incizohet, do të shpërndahet në YouTube inshallah, do të mundohemi që secili ta merr nga një aspekt të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, në veçantë ato aspekte ku ky film i cili është prodhim i jahudive, prodhim i atyre njerëzve që nuk ja dojnë të mirën e Islamit, pasi që dita ditës shohin se shumë të huaj, në veçantë Amerikanët dhe Evropianët pranojnë Islamin, dhe ka statistika marramendse për pranimin e Islamit nga të huajt për shkak të moralit që kanë parë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për shkak të Kur'anit që e shohin dhe e lexojnë. Këta njerëz, madje edhe intelektual, dietar të mëdhenj të Evropës dhe Amerikës, e pranojnë pa kur farë më dyshje Islamin. Dhe sot shohin këta producent izraelian jahudi, të cilët mundohen ta shkatërrojnë karakterin e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe ta ndërrojnë atë originalin që e ka patur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në ndihmë të këtij producenti izraelit jahudi ishte edhe një egjiptian, ku në një bisedë telefonike që e kishte zhvilluar, e incizuar në YouTube në gjuhën arabe, një spikere arabe e pyet këtë ndihmësin e këtij izraeliti, këtij jahudiu, se kush është. Në pika të shkurtra thot, ky sekinse është një kërkues që kërkon, një studiues për Islamin, e veçanti për jetën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Në realitet, ky nuk është tjetër vetëm se një shtrembërues i zvërtetës së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nuk është një libër që është shkruar për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur'ani vetë flet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhalla shanu tregon për moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke thënë wa innaka la'ala khuluqin azim. Me të vërtetë ti je në një shkallë të lartë të moralit. Librat e historisë, libra voluminoze, me nga disa volume, jo vetëm nga dietarët musliman, por edhe libra të tjerë që janë shkruar edhe nga dietarët e tjerë që nuk janë musliman, tregojnë për moralin e lartë që e kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për sjelljen e madhe që e kishte dhe respektin me gjithë, madje edhe me ata që nuk ishin musliman. Shpeshherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mërzitej dhe interesohej shumë për koqiun, madje edhe atë që e kishte jo musliman, qoftë jahudi apo i krishter. Në disa raste e pyeste edhe shoqën, bashortën e tij, a i ke quar diçka nga kurbani ynë, koqiu ton fqi. Ky ishte pejgamberi alayhi salatu wassalam. Në këtë film
të këtij producenti izraelit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam paraqitet si njeri epsharak. Njeri i cili ka patur dëshirë të martohet dhe të bëj epsh. Në realitet, kjo është një gënjeshtër, është një trillim, është një shtrembrim i jetës së vërtet pejgamberit alayhi salatu wasalam. Në këtë film të shkurtër, i cili nuk mund të themi film pasi që në vete nuk i përmbush ato kriteret e filmit, por ky është vetëm një luftë që ka dashur ky person ta shpall ndaj islamit. Në këtë film gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam shfaqet edhe si një person i cili nuk kishte moral, si një person i cili nuk dinte të sillej me ata që ishin rreth tij dhe para tij, si një person agresiv dhe tiran dhe i urdhëronte kinse për të mbytur të tjerët, në veçantë ata që nuk ishin musliman. Prandaj, për këto, edhe në pikat e tjera, vëllezër dhe motra të nderuara, ju që na dëgjoni kudo që jeni, këtu në Kosovë dhe në diasporë, sonte me xhallarët tanë të nderuar do të flasim pra gjithmonë duke u përkujtuar temën e sotshme në mbrojtje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të jetë një farë proteste për gjithë ata që na dëgjojnë se çka duhet të bëjë një musliman kaq i këtyre ngjarjeve ndodhive kur u shfaqen atyre. Edhe në veçantë edhe sot kur dëgjojmë në lajme se edhe në Francë, në ditën e sotshme pra, në disa gazeta franceze është bërë një karikaturë, një foto e pejgamberit alayhi salatu wasalam çesharake, kur disa qeveritar francez dalin, kërkojnë falje, duke u bërë me dije se kjo do të ndalet shumë shpejt. Prandaj me neve hoxhallarët tan do të mundohen sonte ta shpalosim secili mendimin ton duke marrë secili nga një aspekt të këtij filmi i cili është shpallur pejgamberi në këtë film si njeri agresiv, si njeri epsharak dhe si njeri i cili ka luftuar të gjithë ata që nuk janë musliman. Hoxha Mazlum, në këtë film i cili kisha këshilluar gjithë ata që na shohin që mos ta shikojnë, sepse ai që është musliman i vërtet do të ndjej një farë urrëtie të madhe ose do ta ndjej një farë pikëllimi në zemrën e vet. Do ta kisha këshilluar çdo njeri që na shikon edhe që na dëgjon që mos ta shikoj fare këtë film. Në këtë film pejgamberi sallallahu alaihi wasallam paraqitet si njeri epsharak, si njeri se kinse ishte i martuar me shumë gra, ajo është e vërtet. Ka qenë i martuar, mirë po kushtet dhe rrethanat e martesës së tij janë të ditura në çdo libër të historisë dhe gjitha librat janë të unifikuara rreth martesës që e ka bërë pejgamberi alayhi salatu wasalam, pa patur shtrembrime ky dietar, ky hoxh nga hoxha i tjetër, nga shkrimtari tjetër. Prandaj do t'ju kisha lutur që të flasim pak për jetën e pejgamberit që ka patur me gratë dhe martesat e tij pra në veçantë. Urdhëron më gjithmonë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të përcolla me vëmendje në hapjen e këtij programit. Inshallah është i bekuar edhe për neve dhe ata që po na ndëgjojnë, edhe ata që do të na ndëgjojnë. Mirë po unë të gjithëve kush po na përcjell, edhe neve këtu në mesin tonë, ju thamë edhe vetit, pse çka kishim me prit më tepër ose më pak për armiqve të dinit islam dhe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Njëjtën gjë. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin famlart apo na tregon edhe po na thot la tajidanna ashadda an-nasi adawa. Keni më pa ju armiqsinë më të madhe prej kuj? Prej ehlu kitabit, al-Jahud wal Nasara. Na spresim ma mirë prej tyne. Mirë po në fillim, po thamë të gjithëve, Allahu Jalla Jalaluhu në Kur'an ka treguar thënë, wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin. Kjo prej caktimeve të Allahut në diturinë e tij. Na kështu kemi bën, po thotë gjithmonë që të ketë çdo pejgamber armik prej kriminalëve. Shiko, aduwan min al-mujrimin. Armik po prej kuj, se armik ka, armik në arsye, ama min al-mujrimin, prej njerëzve që janë kriminal. Sikur që ta njerëz të cilët
mundohen me çfaq kështu pejgamberin alayhi salatu wassalam. Unë e tham të gjithëve juve dhe vetit normal të bisedojmë një mbrëmje, inshallah e bekuar qoftë kjo mbrëmje, masi është në shenjë proteste në mbrojtjet e ani çka mujmë na me mbrojt atë çka Allahu e ka mbrojt alayhi salatu wassalam. Por kjo protesta është prej neve, është një e mirëseardhur për kretë kush po na ndëgjon, edhe me siguri se është kurreshtar me ndëgju këto fjalë, se kush është ky Muhammed sallallahu alaihi wasallam, rreth të cilit thurën vargje të shtremta, rreth të cilit fliten fjalë të ndyta. Kush është ky njeri? E theksova vetë pak para se perëndimorët kur e lexojnë jetën e tij pranojnë fenë islame. Para 3-4 ditëve ishte, vetëm një javë pasi që është shfaqur filmi, 360 amerikanë kanë pranuar fenë islame. Në internet kështu ishte një lajm. Përse? Se jep kurreshte njerëzve me lexu më shumë, kush është ky njeri? E në këtë drejtim inshallah, masi Allahu xhalla xhelaluhu po thot wa kedhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin, për çdo pejgamber kemi bëm armik prej kriminalëve, mujrimin, Allahu i ka thujt ata kriminal. Prandaj po i thot në fund wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Ti mos u mërzit o pejgamber, se bolla ki Allahun xhalla xhelaluhu, i cili të udhëzon dhe të man të fort. Na prej biografisë e pejgamberit që mësuam gjithmonë, u bazoshim në fjalët e Allahut, se që ashtu mësimi jonë, burimet tona janë Kurani dhe veprimtaria e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Burimet e fesë islame që të dyat janë kretë që të mbështetja jonë është, alhamdulillah. Allahu në Kur'an çfarë na thot? Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Me kasrë ju përthëm. Illa tansuru, ju mos i ndalshit Zot, mos i ndihmofshit, faqad nasarahu Allah, Allahu ka ndihmuar. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Inxorën nga Mekka dytë bashkë me Abu Bekrin radhiyallahu anhu. Ishin në shpellë, vazhduan rrugën sikur që e din, na e dim, po sikur që e din të gjithë ata që e lexojnë. Prandaj ky problem që është bën, kjo proteste jona në mbrojtjet e të dashurit ton Muhamedit alayhi salatu wassalam, let na shërbej studim dhe praktik dhe i ta lexojmë edhe më shumë jetën e Muhamedit alayhi salatu wassalam, për të cilin Allahu xhalla xhelaluhu prej mbi shtatin qiell ka thënë inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Këto le ta dëgjojnë krejt bota, edhe le ta marrin çka on kjo punë, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Mandaj neve po na thot ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi. Neve po na thot sallu alayhi, urdhën prej Allahut. Ne i bëjmë salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E 1 miliard e gjys musliman, 1 miliard mi që salavat pejgamberit, sa salavat e shkej? 1 miliard, ka një herë në ditë? 1 miliard. A na e kemi sa reqatë, sa vakte, sa salavat e në tehijate për pejgamberin, po ka musliman të cilit për pejgamberin në ditë ban 1.000 herë salavat e alaihi salatu wassalam. Në ndoshta mrim 50, 100, 200 dikush prej neve ose edhe më shumë, ajo është sekrete në mes personit të dashur që është në lidhje direkt me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam përmes salavatit. Prandaj na nuk mërzitemi këtu. Na e kemi punën muslimanët me e njoft. Kush është ky pejgamber? Se na spresim tjerët me i quë salavat. Allahu besimtarve ju ka thonë çoni salavat. Ja ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nuk ka thonë ja Amerikan, ja Alban, ja Arab, ja Jehud, ja Europa. La. Ja ayyuhalladhina amanu. O ju që keni iman, e dini që është hak ky pejgamber, çoni salavat. E pse salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Se salavati, përshëndetja me salavat për pejgamberin, për dashnitë Allahut që ka ndaj këtij personi, ndaj këtij profeti, të cilin vetë ka zgjedhur, nuk ka zgjedhur pejgamber si zgjedhin hallkit me referendum. Mos i mi dalë në referendum ata bëjmë një njeri pejgamber.
Ose mos kemi dalë në vota në zgjedhje. Kon për bëjmë pejgamber. Sikur që i bojnë ehlu kitab të partë e tyne i bojnë të partë ose i qujnë edhe profetër. Jo. Këtë referendum Allah ndorën tonë se kalon, po ndorën e vetë ka thonë inna Allaha a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Mas miri Allahu e din mesazhin e këtij dinit kujt ja çon. Ai e zgjedh, e para zgjedh, inshallah edhe tjera herë na do të him këto derse këto ligjërata, sikur që folëm para se me hyjë këtu në studio, që ta kemi jetën e pejgamberit, do ta debatojmë në mënyrë ilmike, shkencore, në mënyrë dietaresh, jo në për çka flitet për to aty këtu, ose çka flet populli jon kanjëherë. Muhamedi, çaj Muhamedi arabëve, ai njeri shkretire se kështu më radh. Jo, na pse jemi musliman, pse e thëjmë fjalën la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. E unë inshallah taala, me qenë se programi për mos më na zgjat, sikur që jemi marrë vesh një orë më na zgjat krejt, do të marr pak prej martesës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pse u martua me shumë gra. Resulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe kush ja lejoi? Arsye, çka? Mos a ka bë kryen veti diçka? Mendjet veti apo a më të vërtet ka qenë e pshor çfarë paraqesin? E pshor e njeri ka qenë normal, çdo njeri është e pshor. Vetëm ai që Allah i xhallashanuhu ja ka prej në fabrikë, ja ka nal defekti ka punon është e pshor. Pse insani e njeri është, prandaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk duhet ta kuptojmë askush na si melek engjëj. Melaçe, jo, pejgamberi ka thonë Kul innema ana basharun mithlukum, unë jam njeri sikur ju. Çka dallohem prej juve? Juha ilej. Ana ma ilahukum ilahun wahid. Po më shpallët mu. E kush e ka zgjedhë këto me ja shpallë Kur'ani? Mos kanë bërë me kasi të referendum. Ta prishim paganizmin që kishim, e të vim me një pejgamber që do të na udhëzonte. Jo, Allahu xhalla xhelaluhu ka para pa me dëshirën e tij absolute që kjo shoqëri këtu ka arrit nivelin e paganizmit, ka arrit nivelin e shirkut, ka arrit nivelin e krimit më të madh që mundet me kenë një njerëzi, atëherë t'ju çojë një pejgamber e përmes tij do të udhëzohen edhe do të jep dryt tër dynjas. Prandaj është pejgamberi i fundit dhe është pejgamberi ndërkombëtar. Nuk ka pejgamberi kombëtar. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Isa ka qenë ndërkombëtar? Jo. Kanë yubathu kullu nabiyyin ila qawmi khassa wa ursiltu nasi kaffa amma. Prandaj do ta shohim në vijat shkurta pejgamberi jon është martuar. A ka qenë vërtet e pshor, që sikur e paraqesim, mos po kujton dikush fjala e pshor prej atyre që po na dëgjojnë neve, sikur këta ta quaj kështu edhe psëzat, të pa tërbije, të pa edukat, të Shën Valentinit, i cili thuhet për ton, thurin vargje për ton, për ditën e dashurisë të Shën Valentinit, gjëja ka pas kontakt me mbi 400 lavire, me prostitutka. Më thënë, pejgamberi, prej vetive të pejgamberit është morali, prej vetive të pejgamberit është menquria ma e lartë, prej vetive sifateve, cilësive profetike, kretë pejgambert kanë qenë cilësi më të lartat, s'ka popull më të lartat se ata. Ata janë më të lartat, pse janë të zgjedhur prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Një dyshim që e kanë paraqit, edhe paraqesin, këto në shkrime paraqesin, këtu popullata jonë e lexojnë edhe se lexojnë, është pse pejgamberi vetes ja ka lejuar më shumë femna kurse umetit na lejohet neve deri në 4. Neve me argumente dini të gjithë, shumë kush edhe se din se prej popullatës tonë dikush kur diskutojnë për këtë thënë 7 neve. Jo, 7, mos bëni ai gari sipas nuk bëhen këto punë pinë qajtore ose pinë rrugë që aty në sakat në tretuar. Fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. U krye. Po in lam ta'dilu fa wahidat. Martoni 2, 3, 4. Nëse si jeni të drejtë ndaj grave të juaj arrini më një. Suratul Nisa ajeti numër 3. Domethënë këtu argumente s'ka këtu me bot dallavere na me fol, po ma konda mund çështu më thon. Mirë, po ata shibelit që mundohen me mbjell përçarje dhe
mbledh dhe urrëtie të muslimanët kundër pejgamberit tyne alayhi salatu wassalam, dhe pse vetit ja ka dhënë për rastin me martu më shumë se 10. Se në rivajetën është pejgamberi martuar 13 femne. E para, e tash do ta shohim pikat shkurta. Ose e dyta, pika e dytë që shumë e prekin, sidomos krishterët të krishterët, pse pejgamberi Isa alayhi salatu wassalam nuk është martuar fare. E pejgamberi është martuar mbi 10. Këtu bëjnë një dallim, domethënë çfarë na pejgamberi jonë së martuar fare. A pejgamberi Isa alayhi salatu wassalam në moshën e re është ngritur në moshën 33 vjeçare, as se kanë myt, as se kanë kryquar që shbesojnë, por Allahu xhalla shanuhu ma qataluhu wala salabu walakin shubbiha lahum. Allahu xhalla xjalaluhu e ka ngrit në qiell. Këtu një dallimi. Prandaj Allahu xhalla xjalaluhu për këtë dallim, ndoshta mund të bëj krishterët më shumë. Po krishterët e bën të çuri Isa alayhis salam, Jezu Krishti, Hazreti Isa, çfarë është i ngritur në moral. Tu menua që nëse nuk martohet njeri, është i ngritur në moral. Jo, arsyeja tjera janë kjo. Kto kush e thot kështu, ke buret kelimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Kjo një gënjeshtër ndaj fjalës Allahut subhanahu wa taala. Se pejgambert secili ka pas sifatet veta. Atë folim na keqani për Hazreti Sulejmanin, i cili ka martuar, ka thënë pejgamberi jon ka treguar se Sulejmani ka martuar 100 femne. 100 gra, edhe është hadith i sahih. Ka rivajet që edhe 300, po e 300 që nuk është i vërtet. Për 100 femne, 100 gra, Sulejmani alayhi salatu wassalam i ka pas. A mundim na me thonë për Sulejmanin diçka? Jo, pejgamberi jonë në martesë e ka urdhrin për Allahut, khalisatan laka min dunil mu'minin. Le ta luftojnë fjalën e Allahut si të dojnë. E kush e lufton fjalën e Allahut subhanahu wa taala ila al-qawmil kafirin. Khalisatan lak. Kto ekstra për ty ja Resulullah. Min dunil mu'minin. Jo besimtarët. Besimtarët deri në 4. E kur ta marrim tash ta bëjmë një studim personazhin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pjesën fizike të tij, ka një transmetim që thotë ka qenë i fortë më shumë se 40 mashkuj, ka një rivajet transmetim që thotë ka qenë më shumë se 30 mashkuj. Mirë po, këtu me e gjujt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për epshor, njëri i epsheve, vrapu pas epsheve, kjo gënjeshtër e gjallë, rrene e mbrapsht. Ai kur ka qenë 25 vjeçar është martuar. Pse on njeri, nuk ka melaçet s'kan epsh. Ka frenu vetën e vet. 25 vjeçar o martu. Kur o martua me një femën, Khatijë, e cila ka përkrahur edhe ka pranuar fenë islame kur ka ardhur koha, ama 25 vjeçar o martua, ajo ka qenë 15 vjet më e vjetër. Allahu xhalla xjalaluhu ka dashur që ky jetim që po rritet kështu, i pa babë, i pa non, i pa gjysh dhe i pa gjysh, edhe i pa stërgjysh, do të jetë dikush krah i këtij. Ajo do të jetë Khatijja, zonja e xhenetit. Radiallahu anha, Hazreti Khatijja. Prandaj pejgamberi mas vdekjes Khatijës ka thonë për to, ka qenë dhe ka qenë, inha kanat wa kanat. Kjo një. Sa i përket aspektit fiziologjik ti, ka thonë, kul innama ana basharun mithlukum, unë jam njeri sikur ju. Mos më paskon pejgamberi njeri. Kur kisha ardhur me fol fytyrë tokës me lek, a kishim pana? Ty me të fol tash dikush prej mas shpine e se sheh, trishtohesh ikish, ku më ditë çka bëhet me ty. Por Allahu xhalla xjalaluhu e çon prej njerëzimit profetër. Prandaj këtu ka shumë një rëndësi të madhe që pejgambert krejt janë martuar në përjashtim të Isës alayhi salatu wassalam. Allahu xhalla xjalaluhu që janë martuar krejt pejgambert ka thonë وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ. Shiko, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ. Na kemi dërguar pejgamber para teje. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Edhe kemi bën për ta martesa, mu martua ata, ju kemi dhënë martesa, domethënë ju kemi bën kunorizim martesën me pas, وَذُرِّيَّةً edhe evlat me pas veti.
Duam t'i përmendim këtu një dy pika Hoxha Farukti. E para, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me rëndësi të madhe është kur ka filluar me i bën 2, 3, 4 më shumë gra. Është shumë me rëndësi të madhe prej cilës mosh ka filluar. Kur ka arrit moshën, i thojnë arab që si në shejkhuha mbi 50 vjet. Këtë shëris. Mbi 50 vjet. A pejgamberi ka qenë në mesin e sahabëve më i fortë. Mirë po, pse si ka marrë për 20 vjet ose 25 vjet? Ky po është, Allahu po e përgatit një njeri që t'jetë Resulul Insanie. Resul el Insanieti bi ajmaiha. Profet i mbar njerëzimit. E dyta, në këtë pikë më rëndësi të madhe është se kretë gratë që i ka martua vejushka në përjashtim njënës. Aishën radiallahu anha. Veç Aishën e ka marrë virgjine. Tjerat kreta i ka marrë me fëmijë, vejushka. Ju kanë vdek burrat, i ka marrë. O zonë Jesir e ka marrë. Robresha janë zonë, sklave, robresh, o zonë luft, e ka marrë. Kështu do t'i spjegoj në vija të shkurta, që mos t'ju marrë shumë kohë edhe juve dhe të tjerë. Kjo është një. E dyta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtu unë e paraqita sa do pak u kuptua, pejgamberi masi pas ka marrë të parën vejushke 40 vjeçare, 15 vjet më të vjetër se vetë. Diçka pejgamberi jonë s'pas ka pas të epshi në rregull kontrolli. Pse ajo që beqaricë është më mirë se ajo që është 15 vjet më vjetër se burr. Këtu ja Resulullah, diçka, këtu son rregull. Ja, shumë rregull është. U martua një prej sahabëve, Gjabir ibn Abdullah radiallahu anhu. Edhe ardhë Resulullah i tha, ja Gjabir, a u martove? Tha po. Tha beqarica po të martume. Vërgjine apo? Vejane, vejushke. Tha ja Resulullah e martova, tha një vejushke, të shumë që ka qenë e martume me tjetër kantë. Shiko pejgamberi, mos ta dinë rinia se rinia sot kam dëgjuar në televizor disa fjalë një herë. Rinia kam dëgjuar që tu në Prizren. Sa është më rëndësi dha për mua femna është virgjina, sa është më rëndësi mashkulli po thotë. Unë vëza më fal mashkull, bëj po them subhanallah. Në vend se me marr femnën 0-0, ai po do më blet kalume me disa kilometra. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sigurisht ka pasur mundësi të martohet me virgjine. O Habibi kur ka filluar këtu, të ndalëm këtë pikë që ma qele pak. Kur filloi davetin pejgamberi, ai thanë me kasit po ta japim femnën më të mirë, veç mos bën predikim. Ai thanë po ta bëjnë mjekun më të mirë të kontrollojë se nisi në rregull. 2. Ai thanë po të bëjmë ty kryetari i kret neve, veç nalu prej predikimit, se parë që në predikim dhe të pranohet predikimi i ti në Mekë. Se parë ata që dalaleti jonë nuk do të ecë, nuk do të vazhdoje. Mirë po çka i tha? Ta martojmë femnën më të bukur, misin e Mekës, misin e fiseve tona. Çka ju tha pastaj? Wallahi, çka i tha? Të kujtohet? Wallahi të mol. Me më vun tha diellin në dorë të djathtë dhe hanën 2 planetet e cila pa mundshme është, ju më bën të mundshme. Unë këtë din selam këtë predikim se Allahu e ka zgjedhur. Nuk më keni bon ju referendum e unë jam pejgamberi juaj. Allahum ka që mu pejgamber e unë për këtë profetni kam me sakrifikua deri në vdekje. Ja kam me shku në vend e uhleke dune, ose kam me ra sakrificë e këti dinit. Edhe sahabët që fani garonin, për shembull shkonin te pejgamberi dhe thoshin ja Rasulullah si rasti e Abu Bekrit, rasti e Hazreti Omerit, e kam vajzën filanën, kam dëshirë që ti mu kanë dhënë drejtë. Shiko, do të vjen radha jo të shkurtë inshallah. I tha Xhabirit, tha martove, tha ti beqaresh apo të martume, vejushke, tha vejushke. Në çka i tha pejgamberi, këto po ju tham unë rinistet të dëgjojnë, këtë kush na dëgjoje. I tha që atë vejushkën tha pe e don e po të don, po e puth e po të puth, po e luan e po të luan. Vejushkën. Do më thonë Xhabirit ja dëshiroj, sa ishte i pa martu, ja dëshiroj një beqaricën e maqë. Që ta din kretë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
Hatixhen e ka marrë vejushke. Mirë po dhe Aishën e ka marrë virgjine. Ti thotë pse? Se pejgamberi është model, o Hoxha Faruk deri ditën e Kiametit është. Nuk ka pejgamberi model për kohën e Mekës edhe mbarej filmi. Jo. Këtë dushmanët e dinit, edhe e po bëjnë filma, edhe karikatura kundër pejgamberit. A kreti marrin mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Cili ka ditë me thonë këto atë. Dje lexova në internet këtu në gjuhën arabe, një Amerikan e ka zbuluar, thonë janë profetiket Muhamedit alayhi salatu wassalam, pse ka thonë me fjet në krahun e djathtë. Edhe me vënë dorën këtu. Prej rezultateve të kësaj, sa e punimi gjatë ishte, punim shkencor, po me hadithin e pejgamberit, pse ka thonë këtë fjalë, tha që mos të përdorish kur hapat gjumit. A në ka njëherë përdorin, po pse në kratë djathtë, se në kratë djathtë zë gjumi ma lehtë, e ka aty argumente. Studimi ishte bo ajo për këtë hadith. E këtu i kemi disa pika, rreth të cilet po folim një 5 minuta, inshallah ta'ala. Shkaqet dhe arsyet pse i bani pejgamberi këto gra. E para, sa ma shumë gra, sa ma shumë mësuese të mësohen prej pejgamberit për ta predikuar fjalën e Kur'anit dhe veprimtarinë e pejgamberit. Se kishte gra faktikisht në Medinë që doshin dinë diçka, s'kan kanë me pyet. Gruaja u turproke me ardh me pyet pejgamberin, kështu që i pyetshin gratë e pejgamberit për gjërat intime, por ato çka jetohet brenda në familje mes burrit dhe gruas, pastrimi e kështu me radhë, atëherë i mësonin prej grave të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. E ato gratë prej tyre që i mësonin, ato kanë qenë Aisha dhe të tjerët. Se Hatixha veç pa të vdek, Hatixha pa të vdek herët, domethënë, radiallahu anha. Kjo një. E dyta, shkak është, i thënë që ashtu arabisht, të shriaje. Çka domethënë kjo fjalë të shriaje? Ka qenë të arabt një adet i keq që edhe na shqiptarët e kemi këtë adet pak, me marë birë shpirt. S'ka dhënë Zoti e vlat, ti marrish djalë apo vajzë. Ata arabt ka qenë kjo në gjahiljet në kohën e ignorancës, kur e ka marrë atë fëmijë, ka thonë, ti më trashëgojsh mu, unë trashëgoj ty. Ai son viladi jot. Ai është i bafçës tjetër kuj në kopshtin tonë të ka ardhur. Duhet mi tregu ti djali filanit edhe fallanës je, nuk je djali jam e i gruas time. Çfarë ndodhi këtu për me prish këtë bidat? Allahu në Kur'an ju ka thënë ud'uhum li abaihim. Ata thjerrni emrat e babave të tyre, o biri Farukit, o biri Mazlumit, o biri Naserit. Jo me thoni thëshin Zeidit, që e kish marrë pejgamberi për bir shpirt, para se marrë profetnia, i thëshin Zeidit, o biri Muhammedit. Edhe pejgamberit i thëshin Ebu Zeid. Ardh Kurani me e prish prej mbi 7 qiell, këtë bidat të keq duhet me e prish. Me e shkatru, me çrënjos, një herë për gjithmonë. Po si me shkatru kur çikën e hallës pejgamberi çikën e hallës vet ja kishin martuar Zeidit, ai ishte rroktar, rob në zonën Çole në atë zaman, sklav. Edhe dashti Zoti xhaleshanuhu, ky që ishte Maula Rasul, domethënë si Çole, pejgamberi me marr për shpirt çet Çole. Kaloi Niko me Zejnepi, e kaloi Niko, mirë po hini fitnja për qarjen me zveti, se Zejnepi ishte e Kureshitve e lartë. Zeidin e kish marrë, Çole që është në Mekë. S'po pëlqehen këto dy, prandaj s'pëlqejnë gjërat martesë. Edhe u detyruan munda. E pejgamberi e dinte këtë hallën. Mirë po këtë lloj ndarje pejgamberi e kish frikë, a kishte ardhur puna me martu vetë pejgamberi këta, mirë po ta marton vetë pejgamberi këtë femën, do të thënë Kureshitët, pejgamberi e martoi çikën e djalit. Çikën e djalit, rejnë e vetë e martoi. A kjo si shreja vetë, sa se kish djalë ata. Ato djalë birë shpirti. Ai shkam birë shpirti na adaptim që i thënë vendin tonë, me adaptu, ati duhet me kallëzu, ti nuk je i gjakit tonë. Unë po të rriti, po të bojnë, po të këtë, ama jo ti më bati. Nëse dikush s'ka për shembull djalë, e merr një djalë e i bën atë vëlla aty në motrave. Ajo haram më nejt ku të rritën ata me ato motra. Duhet më nejt secilin rregullën e vet. E jo më thënë, ja, ky e djali jam. Sa djali jot, se s'ta ka lind gruaja jote. Kur të ta lindë gruaja jote,
prej rënjes tonë, atëherë djali, atëherë pejgamberi e kishte drejtë se do të folin popullata ignorante, do të folin për Allahu prej mbi shtatin qiell i tha, "O takhshan nas", e kia të frikë se njerëzit të folin, "Wallahu ahaqqu an takhsha", Allahu është më se meritor me ju friksu, "Falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha likay la yakuna 'ala al-mu'minina haraj". Prej Zeidit ka munda kjo, ki me martu ti. Që mos ka më mas teje, se ti je legjislacion, ti je ligjdhanës, ti je themelusi dinit islam. S'ka më mas teje me fol, bëhet e zbahet. A ka bon pejgamberi një punë, alayhi salatu wassalam? A ka ardhur një prej Allahut xhalla xhelaluhu? Falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha. Zejnepi kur u martua tani me pejgamberin që u nda prej Zeidit, ju lavdo ke grave tjera, ju lavdron të grave tjera. Ju thonë dhe juve ju kanë martu babat e juj, familjet e juja, juve. Aty në ortakeve, e mu më ka bani qa, më ka martu Allahu prej mbi shtatin qiell. Edhe realitet është kjo. Kjo ishte puna e dytë, hikmet ta'limije e para, arsye që të shpërndahet sa më shumë dituria prej grave të pejgamberit. Do për ta thyer mentalitetin e arabëve që kishin E dyta për ta thyer bidatin e fortë që kishin në xahiliet këtë. E treta është hikmetul ijtimai. Kjo çka hikmetul ijtimai? Një arsye shumë e madhe shoqërore, habibi. Ebu Bekri në çfarë shok? Kret pasunin për dinin islam. Ajo për të mirën e njerëzimit, mirë, po ti si predikus, ti si themelus. Vallahi na duhet me i përgjana hoxhallarët çasaj pune. Vallahi kur vinë edhe ndihmojnë për xhamia, që po mirë me që të ndërtim xhamiave, për shtëpia, për fukara, vallahi. Po ju kallëzoj kështu publikisht edhe e din shumica. S'kam çka më nderu, ama ato ka bon për Allah. Aja ka bon për Allah. Po dhe unë që jam i kyçur në çet shërbim, po duam me boni të mire, me falenderue shumë me diçka. Edhe kur vinë me bon diçka në knina kur bëjnë, i falenderoj me çaje, me kafe, me buke, me dreke, me dark. Pse? E ka bon një punë të marë, i cili meriton falenderim, po një formë ndoshta pak më të mire që ka. E pejgamberi çka më i bën Abu Bekrit? Mas miri mu bë mik, unë edhe ndryjt. Ebu Bekri radiallahu anhu u bë baballëk i vjerë, i gjyshi i Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Jati më të dashmit, për cilin ka thonë, Ebu Bekri ka thonë, dy gjona në dynjë më shumë që mu kanë dashur ja Resulullah, cila me të këshyr ty në ftyrë pandër prej heq, edhe e dyta me konë vajza jeme në rniqajnë tonë. Dashuria Ebu Bekrit. Edhe ja ka martua Aisha. E i meri, Omar el Faruk, shka mi boj merit, ja ka marrë Hafsen. Halet e lishtimai e gjendja, e shoqërish, el mutarabit, pse po bëhat miqësia. Jo vetëm vllaznëllaku në islam, plus miqësia. Ja ka marrë ati Hafsen. E Hafsa, çfarë kontributi ka dhënë për dinin islam? Me mbrojtjen e Kur'anit. 2. Po çka më i bën Osmanit radiallahu anhu? Prej të cilit janë tërpru me laçet në qiell. Prej turpit madh Osmanit radiallahu anhu. Çush janë tërpruar kur Osmani një herë ka ardhur pejgamberi, Aisha ka qelluar të burri vet, pejgamberi o lujtë dhe rregulluar para tij se po më vjen Osmani. Aisha ka thonë, ja Resulullah, më ardhi baba jam, s'lëvize hiç, po vjen Osmani, tha, u tërprove ti çysh piti. Tha, çysh mos tërprohen prej ti, çaq burri ndershëm, i moralshëm, me karakter të lartë, me laçet në qiell tërprohen prej ti, çysh mos tërprohen. Çka bani? Ja dha një çik. I vdiq njëna çik, vajza, ja dha dytën. Edhe dyta i vdiq. Sa të kisha pas 100 vajza, deri në fund kom ja ja bani qa Osmanit radiallahu anhu, i cili e ka pregatit tër në mbrojtjet e islamit, tër luftën e Tebukit. Me 1.000 deve që ka barim, 1.000 devet, me që ka kret. Në kohën më të vështirë kritike dhe në krizën më të madhe që ka pas shteti islam. Ka dëshmu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Osmanin e këtë luftë, me bo që ka me bo tashmë Osmanit nuk i mirët parasysh për gjuna. Merë me mend, ku ka rrit gradën Osmani radiallahu anhu. Po Alia radiallahu anhu, i cili ka rreziku me fjetë në dyshekin e Resulullahit në natën që duan të mbytin Resulullahin atentat me i bon. Kush e ban këtë burni? Djali i Alës Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, je ka dhënë Fatimën.
Ja ka dhënë Fatimën. Kjo është alamet, mashallahu ta'ala. Resulullah sallallahu alaihi wasallam, habibi, s'ka punu asnjë send pa një plan, pa një arsye të shëndosh. Resulullah alaihi salatu wassalam. Mandej, mas kësaj është hikmetu siasie, edhe është rasti shumë politik. Që shumë ky rast politik? Kur pejgamberi u bën dhëndër i një dushmanit, a ka pas Abu Sufjanin dushman deri në hapjet Mekkës, në shlirim të Mekkës, a ka pas? A di shka ka bo pejgamberi? Ja ka martu vajzën Abu Sufjanit. Ja ka martu vajzën Abu Sufjani hala qafir në Mekke, po folen mirë për dhëndrin e vetë. Pse? Pse dhëndër e kam. Edhe u filloj mu bo krenar. A hala, akoma e kish flamurin e kufrit, të shirkut. A vajza Abu Sufjanit boni hijret në Habeshe, kur u kthye prej Habeshes, luft i vdiq burri vet, e martoi Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kjo shiko çfarë politike ka përdor Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. A keni edhe këtu të shqiptarët, a keni vret kur i e dhëndër i një vendit. Kreta ta fshati thënë e dhëndër janë është. Apo kreta i territori, thotë, na, s'thojmë për dënit Prishtina li dhëndër për Izreni. A thojmë? Është një farë krenimi. Krenaria kjo. Ose prej Kajenin atësh, dhëndër nga Vrinje, dhëndër nga Opoja, dhëndër nga Podrima, dhëndër nga Prishtina, dhëndër nga Shqipëria, një krenaria, po jo, e nish, jo se dhëndër e kemi këta, flitet për ta, thuret për të vargje, jo se, kështu pejgamberi ka bon. Çka ka bon e luftën e Benil Mustalikit? Në këtë luftë ku u bon fitnja, përçarja dhe shpifja kundër Aishës radiallahu anha. E ka martu pejgamberi një robnesh, që u zonë rob në këtë luftë. Ajo kush e kanë? Gjuvejrije. Një prej grave të pejgamberit emrin Gjuvejrije, e bia e Harithit. E Harithi kush? Kryetari fisit. Vajza vet ja zonë rob. Vajza vet ja zonë rob. Pejgamberi ka thonë, apo dosh o zonë rob, e ka qenë rob të një prej musliman të vendit tonë, të Medines, Thabit ibn Qaisit. E kanë pru pejgamberit, apo dosh me më këthu të babat atje, apo dosh me pagua, apo po të martoj unë edhe po bon hashelijet mesin e muslimanëve. Ka pranu jo, thët po bon gruja jote ja Resulallah, edhe u kry puna, jesir leken e ka pas jellet e mirat muslimanëve. Çka kanë bo Beni Mustaliki pas kësaj pune? Po pse zbut? Se këta tash sahabët që kishin zonë rob prej fisit Beni Mustalik, thonë çysh marrë na i kemi zonë rob miqtë e Resulullahit, ky e ka martu vajzën e tyre na miqtë ja kemi zonë rob, i lirojmë kretët. Kur i lirojmë kretët, ata tani s'dojnë më shkuar në Beni Mustalik. Kretë pranojnë dinin Islam dhe u përhap feja. Këtu është qëllimi zati, është qëllimi përhapja e fejës, predikimi e forma më e bukur ka qenë e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është interesant prej jahudive dhe një kur e ka zonë rob në luftën e Khajberit. Kjo është Safije bintu Hujej. Në luftën e Khajberit, kalat e Khajberit janë prej Medines në këtë anë të Jordanit, 140 km largësi ka një kana. Do më thonë prej Medines më ardh për Jordani, 140 km më rinsh në Khajber. I thënë turqe Khajber Kalasi. Lufta e Khajberit, jahudit kanë jetuar në këtë Khajber Beni Kurejdhat. Kjo Safia bint Hujejn ka qenë u zonë rob në luftën e Khajberit, edhe ajo ka qenë pëthët se jidet u Beni Kurejdha. Ka qenë zonja, zotresha, mbretnesha, princeza e fisit Beni Kurejdha, që jo ka rob në luftë të Khajberit e ka martu Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Edhe u bon mes dy miqësitash, u rregulluan punët. Edhe një të fundit që përdu me të regua, e kjo është më rëndësi të madhe, të Abu Sufjanit të tregova Ummu Habibe, kjo Remlet u bintu Abi Sufjan, kjo ka qenë edhe në hijretin e Habeshës. Po Ummu Seleme, kjo është shumë interesant, kjo femën kër është martu me pejgamberin, jo mytë burin luft. Pejgamberi ja paraqiti martesën. Pejgamberi po marton gra dhe jushka me plot fëmijë.
Sikur me kenë një milioner mirujt fëmijët e atij, alayhi salatu wassalam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Salama kur tha unë pranoj me ty ja Resulullah martes, po kam problemin unë. Çfarë? Tha unë jam shumë xheloze ndaj ortakeve. Tjetër, tha kam 4 fëmijë. Tjetër jam vejushke plake, jam plak. Shiko pejgamberi që për i përgjigjet. Sa për këtë fëmijëve, Allah i na çon riskin i rujmë fëmijët, si e vlatë tonë. 1. Sa i përket xhelozisë që ki e xheloz ndaj ortakëve tjera, e lusë Allahun xhalla xhelalu ta hek kretë xhelozit. Më na hek më tonë edhe xhelozinë e grave tona. Thuj amin. Amin. E sa i përket pleqnisë që ti ki, pleqni, aja punë ime personale, unë të mati për grua. Ani për i thët Gjabir ibn Abdullahit për femnën e rejë që a mërtove të reja të vjetru me knepi thët Umu Selemes për i thët sa i përket pleqëris aja punë personale imja. Ja Resulullah, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Inshallah kretë kush kanë dëgjojnë edhe kush kanë më na shikua i bjen salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu Gjelle Gjelalu këtë salavat ja këthen ati se cili që thot 10 herë. E këto unë pak bona shkërtes, po Gjafaruk mës t'jau ha hakin kolegëve këthen rënd, Allahu Gjelle Gjelalu në mësoft khajrin, inshallah ta'ala. Pra, Hoxha Mazdan me një pikë shkurt, mund të themi se gjitha këto martese që ka po pejgamberi alayhi salatu wassalam kanë qenë me urdhën hynor, me urdhën të Allahu Gjelle Shanës, pejgamberi asnjë fjalë mendje, asnjë mendim nuk ka bë vetëm se ka qenë pa inspirim, anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pa inspirim, pa me dyshje që është vetëm urdhën i Allahu xhallahu shanhu. Edhe i ka tregua wa mra'atan in wahabat nafsaha lin nabi in kana nabiyu si të ka dashur in kanë si të doje pejgamberi me martua, o kanë kjo dëshirë për me u plotësu të gjitha dëshirat në dunja, khalisatan leke min dunil mu'minin. Kjo ka qenë dhurata Allahu Gjelle Gjelalu mja plotësua, sepse e ka merituar Resulullah sallallahu alaihi wasallam një gjatë tjetë. E kjo nuk është me inat, kjo është specifik për pejgamberin. Nëse ka qenë të sheriati i Sulejmanit specifika i mi pas 100 gra të Sulejmani alaihi salatu wassalam, a kemi diçka me profetin Sulejman që shtojnë ata jahudit për King Salamanin? A kemi do një diskutim? Nuk është në pyetje këtu, është në pyetje ahlu kitab jahudi dhe të krishterët, me kenë në sulm kundër Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj në fillim kësaj fjalës unë thash që na nuk presim më shumë për atyne. Mirë, po masi kemi ardhur të shpjegojmë pak sa për pejgamberin dhe për jetën e tij, kjo lloj proteste ta marrim në mësim, ju them të gjithëve ata që po na ndëgjojnë, të gjithëve, mashkuj dhe femra, të vjetër dhe të ri, të lexojnë më shumë, me evlat e vet, bashkë me gratë e veta, me burrat e vet, me evlat e vet, të lexojnë më shumë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me shiku ku shombre ky pejgamber. Çish më hëngër buk, çish më la, çish më hin banjë, çish më hin luft, a bën me myt, as bën me myt, çish më formu shtet, çish më formu vllaznillat. Shkam ky Resulullah alaihi salatu wassalam. Enciklopedi. Çish po do veshët, çish duhet mu vesh, çish duhet më najt, çish duhet më fjet, çish duhet më pi, çish duhet më kry urinën. Po ky janë doktorë, çka ky njeri? Wallahi sa kur janë doktor laku në kashit Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. E dikush mundohet pak me filozofua, me bëndo gjona, mirë po filozofia bien gjitha poshtë, para fjalës se një profetit të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e ka qua khatimul anbiya wal mursalin wa sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammad. Allahu azza wa jalla ka marr përsipër mbrojtjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sa ka qenë gjallë madje edhe vdekur. Shumë mirë dim edhe në histori islame se pejgamberi alayhi salatu wasallam sa ka qenë gjallë ka pasur armiqtë të mëdhenj siç ka qenë Abu Lehebi, Abu Jehli, Ubay ibn Khalifi. Me po çfarë përfundimi patën ata, përfundim shumë të mirë. Allahu xhallahu shanhu pa dyshim me shembuj në të kalumën, por edhe këto vite të fundit, disa raste ka tregu gjithë njerëzve për ata që e munduar të
nënçmojnë pejgamberin ose ta poshtrojnë. Allahu i ka nënçmuar ata vetë dhe i ka poshtruar në dynja, e në ahiret Allah e din çfarë dënimi ose ndëshkimi do të kenë këta njerëz. Kur'anin shumë ajete flet për kundërshtarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shumë ajete halli i fundit çfarë ka me qenë. Prandaj ju tham të gjithëve kush po na ndëgjon, kujdes, kujdes, kujdes. Merr me mend minimumin, habibi. Hoxha Faruk, minimumin. Në hutbë ka majt pejgamberi hutbën e 3 herë ka thonë amin, amin, amin. A ka thonë 3 herë, ka ndërprej fjalimin. Kur është pyet pse amin 3 herë ndërpreve? Një ka qenë, kush ka xheru Ramazan e s'janë fal gjunahet. Ka defekt në agjerim. Amin. I mallkuar qoftë Xhibrili, ky ka thonë amin. I dyti, kush i ka nxënë babën e gjallë apo njonin apo dytë, e si ka respektuar. Mallkimi qoftë për ta. Pejgamberi ka thonë amin. E i treti, për çka kemi fjalën, kush ta përmend ty emrin e sta çon salavatin. Shure kush është Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Jalla Jalaluhu askund në Kur'an nuk e ka thonë o Muhammed, o Muhammed. Allahu e ka nderuar lart, i ka thonë ja ayuhan nabiyyu edhe ja ayuhar rasul. Mandej kredo për ju thamë edhe neve edhe vetit për ja kujtoj dhe gjona, ku Allahu Jalla Jalaluhu po thot ja ayuhan nabiyyu. Ja ayuhan nabiyyu. Inna arsalnake shahidan wa mubashiran wa rasul wa nabiyyan wa nadhira. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. Allahu Jalla Jalaluhu thot: "Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahiba." Inshallah këto gjona doni mbrëmje tjetër se u bën kallaballëk prej meje. Allah i nderoj. Allahumma amin. Hoxha Nasser, prej atyre që hasin në këtë film, pafajësia muslimanëve, në thojze si që ka quajtur ky jahudi, është në një nivel shumë të ulët këtu paraqitet edhe morali apo akhlaqi i pejgamberit alayhis salatu wassalam, ndërsa neve shumë mirë i dim çdo libër që marrim e lexojmë për pejgamberin, madje edhe ato të krishterëve që thamë më herët, kur kanë marrë të studiojnë se cili personalitet në vitet e kaluara ka qenë më i lartë gjithmonë pejgamberi alayhis salatu wassalam ka dalë numër 1 dhe në mesin e atyre që nuk kanë qenë musliman. Pra kishim pas dëshirë që dëgjojmë ose dim pika shkurtë diçka për moralin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Me vërtet a ka qenë aq i shturur, a ka qenë njeri që gjithmonë ka qenë i urritur, jeta e tij, morali, sjelljet e tij që i ka patur, Hoxha Ramazan tregoi pejgamberit që ka patur sjelljen me gratë e tij, të do të ishim lutur sjelljet që ka patur me të afërmit, me kojshit, me fëqinjt dhe njerëz të tjerë, pra në përgjithësi në fjalë të shkurta morali apo akhlaqi i Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. E falenderojmë Allahun xhalla shanuhu që na ka mundsuar të thotë sonte të mbledhemi këtu dhe të bisedojmë për të dërguarin e Allahu xhalla shanuhu, për Muhammedin alayhi salatu wasalam. Dhe sikur që u përmend nga fillimi shkaku apo arsyeja që na ka shtyrë të mbledhemi lidhje me këtë temë janë do të thotë këto rastet e fundit e sidomos filmi që ka filluar të shfaqet në internet për pejgamberin alayhi salatu wasalam, por në realitet jo për me tregue realitetin apo të vërtetën, por gjitha ato janë shpifje dhe gjëra të pavërteta lidhje me jetën e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Hoxha në lidhje me këtë pjesë të jetës së pejgamberit që foli për martesat e tij, nga këto që u tham, mundemi do thotë të ndërlidhemi
dhe nga aty edhe në një mënyrë të shohim pak moralin, sjelljet e tij në familje me gratë e tij. Është fakt sot që ne me gratë tona në familje, normal është njerëz jemi, kemi dobësi, kemi gabime, kemi probleme në familje, sigurisht gjithë llojeve të ndryshme. Jeta pa probleme nuk është. Nëse do të ishim mbledhur shembull për e marrim gratë tona në një tubim, në një mexhlis, dhe po të hapi biseda e burrave, jam i bindur që çdo njëra ndonjë tmet tonin kishte me e tregu. Dhe normal është, kemi tmeta, nuk kemi do thot na të përkryer. Gratë tona që i kemi nga një, sikur që u përmend do thot. Edhe kanë me i tregua tmeta tona. Si jemi njerëz, kemi dobësi. E pejgamberi alayhi salatu wasalam, që është martu me gjithë ato gra, jo në mes veti, po me tjerat, ose që është ndëgjuar prej tyre asnjëherë, asnjëra, asnjë kritik më të vogël, një vretje më të vogël për pejgamberin alayhi salatu wasalam nuk e ka folë. Gjitha kanë qenë të lumtura, kanë qenë të kënaqura me jetën e tyre që kanë qenë në shtëpinë e të dërguarit të Allahut, të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Fjalët e tyre që na tham se vrejtja apo kritik nuk kanë folë, po përkundrazi vetëm fjalë të mira, dhe kanë treguar sjelljen e vërtetë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që në realitet ato kanë qenë që më së miri e kanë njohur pejgamberin alayhi salatu wasallam, sepse kanë jetuar me të dhe e kanë njohur jetën private të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që njeriu në jetën private mundet ndonjëherë ndonjë tmet ti me shfaq apo me paraqit ose ndonjë gabim, dobësia e tij mundet në jetën private me u dog nga rrethi i ngushtë i familjes. Por tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kët nuk e vret. Pse? Ai fakti është se ka qenë njeri, por jo si gjithë njerëzit tjerë. Ai ka qenë njeriu i zgjedhur nga ana e Allahut fuqiplot. E Allahu kur zgjedhje nuk e bën sikur që e bojmë na. Kur e zgjedhin për shembull një individ, një person për me na përfaqësue neve në një vend, në një institucion, në një për shembull shtet apo kështu me radhë. Të na ndikon interesi, jo material, jo shoqëror, jo pozita, jo andej e kendej, ndikon interesi që ndoshta nuk e zgjedhim njërin e meritum. Nuk e zgjedhim njërin që vlen me na përfaqësue neve. E Allahu ka zgjedh pa interes. Ka zgjedh njeriun e merituar. Njeriun që ka qenë i pajisur me gjitha vetit, cilësit e larta të moralit. Të cilat ai vetja ka dhënë. Në atë, sikur që për thot hoxha, në ato e ka pajisë Allahu xhalleshanu dhe Allahu e ka lavdue. E ka përgatit për atë. E ka lavdue pejgamberin alayhi salatu wasalam ku në Kur'an, thot Allahu fuqiplot, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Ti je në atë shkallën, në atë pjedestalin më të lartë moralit. Do thot njeri më të moralshëm se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka as që do të ketë. Sa i ka qenë sikur që e tham, i përgatitur nga Allahu dhe i mbrojtur nga Allahu nga devijimet.
nga sjellja e keqe apo gjërat e tjera. Ka qenë mbikëqyrje të vazhdueshme të Allahut fuqiplot. Allahu e ka ruajtur dhe e ka ngarkuar me misionin e pejgamberllëkut për me udhëzue njerëzimin, me largue nga errësira, nga e keqja, nga idhujtaria, nga mosbesimi dhe me udhëzue në rrugën e besimit, në rrugën e imanit, në rrugën e ndriçuar, do thotë që i ka siguruar jo vetëm vetë, po gjithë shoqërisë një jetë që vlen për neve sot, vlen për neve me seriozitetin më të madh, me studiue çdo hollësi të jetës së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Sot ne ndoherë, nuk ka fjala për neve, për njerëzimin, dhe sidomos intelektual, mburen, krenohen, thonë, jemi në shekullin e 21, shekullin e teknologjisë, të internetit, e fjalë të ndryshme, që i thonë, gjitha këto, apo kontribojnë në lumëtorin e njerëzimit, apo për kondrazi, këto më tepër po na e shkatrojnë jetën tonë. Ndërsa, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vlen mu studiue jeta e tij, sjellja e tij, morali i tij, mënyra se si ka vepruar, si ka gjykuar, si ka menaxhuar problemet e krizat e gjërat që ka ndodhur në kohën e tij. Për një periudhë shumë të shkurt, ka arrit atë shoqëri që ka qenë e zhytme po them, në dukuri dhe vepra më të shëmtuara që kanë qenë në atë kohë. Idhujtaria, mosbesimi, prostitucioni, padrejtësia, fajdja, kamatja, e kështu me radhë. Gjitha kanë qenë në kulminacion, për një periudhë shumë të shkurtër, sa ka zgjatë misioni i tij si i dërguar i Allahut xhaleshon, si pejgamber, për 23 vite, ka arrit atë shoqëri për gjitha atyre dukurive negative që kanë qenë përhapura në përqindje dhe në masë shumë të madhe, ka arrit atë shoqëri me e pastruar. Në këtë ai ka dëshmuar se është njeri që vlen nga tërë njerëzimin deri në ditën e gjykimit, jeta e tij, qëndrimet e tij, veprimet e tij, sjelljet e tij, mu studiuar në mënyrë serioze, mu marrë mësim dhe me qenë si shembull, si yrnek për neve. Ne sot po krenohemi, po në realitet me u krahasu me atë periudhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na jemi shumë larg. Pse? Krimet më të mëdha ndodhin në ditët e sotshme. Në vend se me përgatit diçka që me kontribua për njerëzimin, me ullë përqindjen e krimit, e të veprave dhe punëve të këqija, për shembull, në këtë kohë dalim në emër të shembull lirisë së të shprehurit, dalim me gjëra që po ndikojnë në mënyrë negative në prishjen e rendit dhe qetësisë në sipërfaqe tokës. Në boll kemi probleme tash, lufta vendet ndryshme, në vend se me kontribu në mënyrë pozitive që krizat me shku do thot duke u zvoglue, duke u shujt ato në një mënyrë atyre po u fusin do thot fitin më tepër, po i ndezin, po i nxisin më tepër dhe po vrej do thot, po dalin probleme të panevojshme. Na tek pejgamberi alayhi salatu wasalam, sikur që thash, duke u ndërlidh me atë që e foli hoxha për gratë e pejgamberit, që ata kohën më të madhe e kanë kaluar me pejgamberin dhe e kanë njoft jetën private të tij më mirë se çdo kush tjetër, vrem se ato fjalët më të mira i kanë fol për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E një prej tyre mund ta përmendim
sikur që e përmend edhe hoxha grua e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që ka thënë nuk kanë vrejt njeri që ka pas moral, sjellje më të mirë se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur është pyetur Aisha radiallahu anha për moralin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ka thënë kana khuluquhu al-Quran. Morali i tij ka qenë Kurani. Do të thotë krejt gjëra që ka janë në Kur'an, si urdhra, si ndalesa, gjitha parimet e Kur'anit, i pari që i ka zbatue, i ka praktikua ato, ka qenë vetë Muhamedi alayhi salatu wasalam. Do të thot, ai, përveç fjalës të mirë që e ka pas, që e ka fol, që nuk mundemi ne me gjetë ndoni tmet ose dobësi ose ndoni vrejtje në fjalët e tij, përveç fjalëve të mira që i ka pas, edhe veprat kanë qenë pajtim me fjalët e tij. Sepse ai vet i ka zbatuar. Dhe me atë ka dëshmuar se Kurani mundet me u zbatuar. Mundet me hyrë në fuqi, mundet me u praktikuar. Varet prej njeriu a dëshiron, a ka vullnetin. E nëse Kurani do të zbatohet, atëra është për interesin ton. Është për interesin ton, për njerëzimin tërësi. Se është libri Allahu Gjellëshanu, që e ka zbrit për njerëzimin, për me qenë si program për jetën e njeriut. Allah është ai që na ka kriju neve. Ai më së miri e din se çka na nevojitet neve. Ai më së miri e din programi cilin është që ne duhet ta pasojmë në jetën tonë nëse dëshirojmë jeta jonë me qenë e lumtur. Nuk mundet njeri me bë program më të mirë se sa që e ka bë krijuesi i qiellve dhe i tokës Allahu fuqiplot. Pra, morali i pejgamberit ka qenë Kurani, sikur që e ka treguar vetë gruaja e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Nuk ka qenë njeri me dy fytyra, para masës me një pamje, me një fytyrë, sikur që i kemi sot lider për shembull sipërfaqe tokës, që fjalimet e tyre përgatiten prej ekspertëve, mundohen do të thotë me qenë përpikt në fjalët e tyre, po nëse vrejmë mande jetën e tyre, veprat e tyre, sjelljet e tyre, as pak nuk përkojnë me atë që e kanë folur ata. Të parë ndoshta, funksionarët janë ata që i thejnë ligjet dhe mundohen në për parlamente, sikur që kemi pas edhe këto ditë për shembull, debat të gjatë në Shqipëri lidhje me imunitetin. Pse me pas imunitet ata? Pse me pas imunitet? Duhet të jenë barabartë njëjtë. Nëse bojnë gabime, ligji me vlerë për gjithë. Jo sa është në atë vend ai mos me mujt. Shembull ata me u ndjek penalisht. Nëse ka bën vepra duhet të ndiqen. Nuk duhet do të thotë me qenë imuniteti si arsye që ata mos mu dalë do të thotë para drejtësisë. A bënë unë një ndërhyrje me të bënë? Po, mundesh o xhamir. Këtu Kurani po thotë laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Në pejgamberin e juj do ta gjeni shembulltyrën. Ata pse e thejnë ligjin e vet? Ata i takojnë asaj grupës ja ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Pejgamberi këtu, nëse Fatimja vajza jeme ka thonë vjedh, çka bën? Do ta zbatoj sheriatin, do ta kuti dorën e saj. Shkurt. Law bintu Muhammedin sarqat laqatat yadaha. Vazhdo në këtë. Ndoshta koha na premton do të thotë folim se për pejgamberin alayhi salatu wasalam një orë apo një orë gjysmë apo 2 orë nuk janë të mjaftueshme, inshallah do të kemi takime të tjera, por duhet çdo njeri e inshallah do të mundohen njerëzit që jetën e pejgamberit jo vetëm nga këto emisione tona ose të ngjashme për tjerëve që bëhen, po inshallah do të lexojnë dhe do ta studiojnë në mënyrë detale historinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe do të vrejnë se historia e tij nuk është si histori e të tjerëve. Nuk është ashtu siç e paraqesin kundërshtarët e tij. Dhe asnjëherë njeriu nga kundërshtari nuk duhet me prit që do të flet mirë për ty. Shembull, nëse ne dëshirojmë historinë
e shqiptarve me e kuptue. Nuk bon me I marë historiant sërb nga Beogradi me I lexue dhe nëpërmjet tyre na me e kuptue se kush janë shqiptarët. Se nëse na për shqiptarët lexojmë nga sërb, atëherë dihet se si do të dalin shqiptarët ose si do të na paraqesin ata neve. Edhe për Islamin, për Muhamedin alayhi salatu wasalam, nuk duhet që të bazohemi në xhirimet që bëhen filma ose në fjalë dhe në shkrimet që I shkruajnë ata që nuk janë musliman. Se dihet ata të vërtetën nuk e thonë. Nuk e thonë se nuk e dinë vetë, ose edhe nëse dinë ata mundohen me ndryshuar, me shtrembruar. Duhet Islamin, pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wasalam, të mundohemi ta kuptojmë nga Kurani, ta kuptojmë nga historia islame, ta kuptojmë nga ata që janë kompetent për me shpjegue ose me tregue jetën dhe biografinë e Muhammedit alayhi salatu wasalam. Në Kur'an, në lidhje me Muhammedin alayhi salatu wasalam, për shembull e kemi ajetin 159 nga surja Al-Imran, në të cilin Allahu xhalla shanu thot: "Fabima rahmatin min Allahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum." Që do të thotë se në saje të mëshirës së Allahu xhalla shanuhu, ti je sjell në mënyrë do të thotë të mirë dhe butësisht me rrethin në kohën e tij. Po të ishe I ashpër, I vrazh me ta, kishin mu largue. Nuk kishin mu afrue, nuk kishin me pranue Islamin. Nuk kishte mujt me arrit, për shembull, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vendlindjen e tij Mekë, për cilit nga dhuna që është ushtruar ndaj tij dhe besimtarve është detyruar me u largue. Nuk kishte mujt brenda 7 viteve më u kthy aty me çlirue vendlindjen e tij pa u derdh asnjë pikë gjaku. Nuk kishte mujt, po sjellja e tij e mirë, morali I tij, qëndrimi I tij I ka përfituar të tjerë me to. Mjafton ta dim për shembull kur është çliruar Mekë masi u përmend. Gjithë kanë qenë mbledhur në Qabe me prit tash vendimin, gjykimin e pejgamberit ndaj atyre që s'kan lër asgjë, asnjë metodë pa e përdor për me shkatrua pejgamberin nga themeli. Kanë tentuar edhe sa herë me mbyt. Ka ndodhur që plansin kur ka qenë në sejdë të bojnë ibadet Allahut, ja kanë në shumë krye. Gjitha këto I kanë bën. Jo është mundësu pejgamberit me e çlirue Mekën dhe gjitha ata mi pas para vetit, po I presin gjykimin e tij. A do të hakmirët apo jo? E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur në jetën e tij për gjëra personale tina do të thotë, nuk është hakmir. I ka pyet ata, çka po mendoni se do të bëj unë tash me juve? Çka po mendoni? Kanë filluar me fol vetëm fjalë të mira për pejgamberin, duke thënë ti je bujari, biri bujarit e kështu me radhë. Atëherë ka thënë pejgamberi, shkani, jeni të lirë. I ka liruar, nuk është hakmarrë edhe pse ka pas mundësi. Nuk ka zhvilluar kur fardhune ose kur far terrori ndaj tyne, sikur që po na paraqesin neve që tash për shembull se jemi ose muslimanët janë terrorista. Gjitha këto janë shpifje, fjalë të pavërteta, fjalë që muslimani nuk duhet me rënë ngraskën e atyre të hujve që mundohen neve me na largue nga Islami. Si musliman duhet mundohemi Islamin nga Kurani ta kuptojmë, nga hadithet e pejgamberit, nga shkrimet që I kanë bërë musliman që ja dojnë të mirën Islamit. E sot po e vrem që dushmani apo armiku po mundohet në mënyra dhe në forma të ndryshme muslimant me I largue prej Islamit, po mundohet në mënyra dhe në forma të ndryshme të tjerë mos me leju për me u afrua në Islam. Por janë tentime të kota se prap Islami ka me triumfuar. Por nga ne duhet durim, duhet sabër, se kështu jemi të mësuar edhe nga vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ai vetë ka duruar, ka bën sabër kur
pa pas mbështetjen e tij në Kur'an ose lejen nga Allahu xhalla shanuhu, nuk kanë ndërmarr asgjë. Edhe ne si musliman që jemi sot, nuk duhet të ngutemi, nuk duhet në mënyrë euforike të veprojmë. Duhet çdo herë sjelljen tonë ne ta tregojmë duke u bazuar në Kur'an dhe në sunet të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Çka bëjnë të tjerë, na nuk duhet me bën. Nëse të tjerë gabojnë, na nuk duhet të gabojmë. Nuk duhet të hakmiremi, kur na mundsohet mu hakmir pa qenë nevoja, ose pa e pas na drejtën, ose mbështetjen në Kur'an apo në sunet të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Fjalë kemi mjaft për më fol, po e vrej se koha nuk po na premton, t'i lojmë pak mundësi edhe Hoxhës Mervan, edhe ky diçka let na flet, e inshallah herëve tjera ndoshta kishte qenë më e rëndësishme, masi Hoxha foli do thotë na temë, ishim përqendruar. Po. Hoxha Mervan, siç pam, pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte i afërt dhe i sjellshëm me Allahun xhalla shanuhu, duke i kryer gjitha ato obligime që i ka patur. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte i sjellshëm me fëmijët, kushit me të afërmit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte shembull i afërt dhe i sjellshëm edhe me gratë e tij e me familjen e tij që e kishte në shtëpinë e vet. Madje në disa raste thuhet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe vetë rrobat e vet është për kujdes që t'i arnonte kur ka patur nevojë. Është ngritur për të ndihmuar familjes tij, gruas vet, për të kryer punë të shtëpisë. Po si qëndron puna e pejgamberit alayhi salatu wasalam, çfarë raporti ka patur me armiqt gjatë luftrave? A është e vërtet kjo që shpallet në film, se kinse pejgamberi alayhi salatu wasalam ka urdhëruar që të mbytet çdo kush që del para, qofshin gra, qofshin pleq, qofshin fëmijë, apo është kjo një pavërtet, një shpifje që i është bërë pejgamberit dhe historisë islame? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Me të vërtet flasësh për pejgamberin alayhi salatu wassalam, do të thotë flasësh për gjithë jetën. Prandaj është e pamundshme që ne, domethënë me një program të tillë, për një orë, një orë gjys, pra përmbledhim gjithçka çka ka patur pra në jetën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po ajo çka është sill, domethënë rreth filmit, që u bë shkak që edhe derdhën gjatë që anë kanë botës islame, që fatkeqësisht nuk ka pasur nevojë dhe me një urdhër nga shteti amerikan, nga ka dalë ai film, të ishtë ndalua, ishin kursu gjitha këto gjache. Pa më parasysh a ndodhen ato nga ana e muslimanëve apo nga ana e të tjerëve, cilët i pam çka ndodhen. Por kur kriteret e mirëfillta kësaj jete përzihen, hupin, domethënë ndodhin këto çka po i shohim neve që po ndodhin tash. Pra filmi, siç edhe u përfol, domethënë këtu që u fol, ishte i gjithë ai çka deshin ata tregonin me ato shpifje e tyre në moralin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, pra nderin e tij, folën për gratë e tij, folën për jo muslimanët, kinse pejgamberi alayhi salam është sjell me ta vrasë dhe pasuesit e tij i urdhonte që kudo që i gjenin ata t'i vrisnin, t'i mbytnin pa me apo pa shkak. Po gjithashtu ndër, domethënë këtë brendit këtij filmit është paraqitur edhe pejgamberi alayhis salam luftrat e tij si një gjakpirs, si një njeri që dëshiron gjaku dhe dëshiron të shet gjaku derdhët kudo. Edhe njerëz të pafajshëm. Që një gjë e tillë absolutisht domethënë nuk qëndron, siç tha edhe Hoxha Nasser, nëse neve marrim historinë tonë prej shkive, prej serbëve, tash ishim konkret me bishta. Ashtu që ata që na pashkruajnë neve. Nëse i marrim neve fen, islamin, jetën e pejgamberit sa për tyne, do ta marrim kështu, si shkijet që na paraqesin neve. Prandaj është një fakt ky që neve nuk duhet ta heqim kur përmendjes, që gjërat tona ti marrim prej tonëve. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ju ka thënë shokëve të vet, men kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ai i cili ganjel për mu shpif diçka, qëllimisht, le ta përgatit ato një karrikë tij nga në zjarrin e xhenemit.
Kjo është që pejgamberi sa më ka dash për neve që gjithçka që ka ndodhur në jetën e tij të bartet tek ne. Nëse ka dhe të meta, që s'ka pas të meta. Mos shpifim, mos fshefim asgjë për pejgamberit alayhis salatu wasalam. Ato që kanë paraqit gratë e pejgamberit, si tha hoxha, rrethi edhe ajo përcjellje që është bërë jetës pejgamberit alayhis salam nëpërmjet haditheve të tija, na tregon neve ato se me sa çfarë besnikrie është përcjell çdo imtësi e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Andaj nëse dojmë ta njohim pejgamberin alayhis salam, tim ta lexojmë Bukharin, të lexojmë Muslimin, të lexojmë përmbledhjet e librave të ndryshme të cilat kanë folur për jetën e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Mandej pejgamberi alayhis salatu wasalam ishte i edukuar në çdo segment të jetës tij. Nuk mund të themi që ishte ta shkoj mendja neve të thomi vetëm me gratë veta, pas ka qenë kështu i mirë, po me armiqt jo ka qenë ndryshe. Ose me muslimanët ka qenë i mirë, po me armiqt e tij ka qenë ndryshe. Na gjithë e dim rastin kur pejgamberi alayhis salatu wasalam edhe Abu Xhehli kur ta takonte në rrugë e përshëndete. Abu Xhehli firauni këtu i meti. Domethënë që më tepër me që ka mundu pejgamberi alayhis salam ka qenë Abu Xhehli. Megjithatë me sjelljet e tija, edhe me këtë armik më të madhin tij, ka desh t'ja përfitojë zemrën e tij, ndoshta të zbutet të bëhet një prej muslimanëve. Sidoqë të jetë edhe në atë film këtë që ka mujnë me nxjerr për atij filmi është se ato e kanë bën se sot jemi duke protestuar edhe në mbrojtjet e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Është një skenari e nxjerrën nga njerëz rrugaç, sepse absolutisht nuk ka kurrë vlerë tartit që edhe nëse i marrim artistat tonë këtu sa do të fort dopt që janë, ti thojmë hajt na shpjegoni ka unë artit, çfarë ka diçka këtu, absolutisht nuk ka asgjë aty. Nëse marrim aspekt, është një punë e rrugaçve që është bë. Po fatkeqësisht jo është bën publiciteti e saj në këtë formë saqë ndodhen këto katastrofat që çen. Sidoqë të tjerë domethënë na nuk kem një prej akuzave që i kanë bërë pejgamberit alayhis salam se ishte Jack Pierce. Domethënë në atë formë se si urdhëronte ata të vrisnin, mbytni, mos kurseni as gra, as plesh, absolutisht nuk ka të bëjë asgjë me ta. Pra e kanë paraqit ose islamin ta pranosh ose do vdesësh. Që absolutisht me jetën në islam mas pari te ne ibadetet tonat edhe pse jemi muslimanë, nëse nuk i bëjmë për hir të Allahut xhallahu nuk pranohen. As më tepër besimi. Nëse ne paraqitemi si musliman, në fakt fshefim këtë tjetër shka. Në ibadetet tona, namazin që e bëjmë, nëse nuk e bëjmë për Allah, e kemi kot pse ngritemi dhe bim poshtë. Ajo çka gjojmë bazat e Kur'anit që flasin për luftat për jo muslimant është shumë e qartë. La ikraha fi din. Nuk ka detyrim në fe, dhunë. E qarta është, domethënë e vërteta është e qartë. Nuk ka nevojë këtu njerëzve neve të i thojmë, si thotë edhe pejgamberi alayhis salam, leiluha ka nahariha, la yazigu anha illa halik. Domethënë që Islami është as i qartë, saqë edhe nata, domethënë është si dita. Ashtu e ka përshkruar pejgamberi alayhis salam. Mandej tjetra është wa kulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Thuaj e vërteta është qartë. Kush do më besu bëjë. Kush nuk don, vazhdoj jetën tënde. Dhe komplet jeta e pejgamberit alayhis salam, nëse neve e marrim vetëm një rast, e gjojmë në librat e muslimanëve, që dikush prej muslimanëve i ka thonë, jo vetëm jetën e pejgamberit alayhis salam, por krejt historinë islame, ta marrim. E gjojmë një rast, një halife, një sundimtar musliman, e ka detyruar një njeri, s'po flasim për një popull. Një njeri ta gjojmë që e ka detyruar, nuk ta gjojmë kurrë. Na kemi bazë, ne nuk dojmë dyftyrsha në radhë tona. Ata që vinë, le të vinë me plot vullnet, me plot bindje, me plot ato që ka shohin, që ka pëlqejnë prej islamit. Luftat e pejgamberit alayhis salatu wasalam ishin në 3 fronte. Ato me popullin e vet, Kurajshit, me çifutët, jehudët, edhe me romakët, cilët ishin fshi domethënë të arabëve. Kur ti marrin gjitha këto luftra dhe i shohim për mirë shkurt kësaj teme sepse është me të vërtetë në vetë është edhe gjatë. Për gjatë 23 viteve pejgamberi alayhis salatu wasalam ka marrë pjesë në 18 luftra, betejë. Për atyre që janë vrarë gjitha këto luftra për 23 vite kanë qenë 1114 veta. 440 kanë qenë pi arabëve vetëm. Kurse të tjerë 6 deri 700 vetë domethënë thotë që pi çifutëve. Domethënë edhe komplet
Edhe ata që e mbytur gabimisht e pa hinë në këtë shifër, 1114 veta, prej muslimanëve dhe jo muslimanëve. Komplet. E ne vetëm një luftë ta marrim, vetëm jo për një vit, për një muaj sa vrasje ndodhi. Jo për 23 vite. As sa pejgamberi alayhis salam ka predikuar. Kjo është faktet flasin, prandaj të mençurit, ata të cilët nuk kishin në zemrat e tyre nuk kanë urrëtitjen ndaj Islamit, janë të paanshëm, i shohim se flasin për pejgamberin alayhis salam, edhe për betejat e tij. Andaj kur e përmendin pejgamberin alayhis salam, thonë historia nuk ka njoftur njeri më të mëshirshëm se sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Domethënë kjo është ka ne duhet asi, kurse nëse hym në ato se pejgamberi alayhis salam ka urdhëruar të mbys jo musliman me apo pa faj, ajo fare nuk qëndron. Ti dëgjojmë disa nga thonet e pejgamberit alayhis salam ku thot ai i cili e mbyt njëri jo musliman, thot pejgamberi sa unë thot jam hasmi i tij, dëshmoni i tij në ditën e gjykimit. Ai i cili e mbyt një jo musliman që është në paqë me neve, thot nuk do ta ndjen erën e xhenetit dihet 40 vjet para. Mandej hadithe të tjera të shumta të pejgamberit alayhis salam, të cilat neve me të vërtet sot kisha thonë që me ndërpreje, shkaku se mjaftojnë ndoshta këto aspekte të cilat i përmendën, njohim diçka për pejgamberin alayhis salam, ndërsa luftrat e tjera, domethënë janë temën e vetë, të cilat do të rishim deri në 12, ndoshta për të folur për pejgamberin alayhis salam. Edhe pse aspektet nëse hym neve të flasim për pejgamberin alayhis salam si i butë, do të na mirë të neve jo një natë, po butësinë e pejgamberit alayhis salam. Nëse do të flasim për bujarinë e pejgamberit alayhis salam, durimin e pejgamberit alayhis salam, trimrinë e tij, modestinë e tij, me të vërtetë neve do të burrinë e tij. Gjitha këto, prandaj le të shërbejnë kjo shifër për gjithë ata të cilët e kanë parë këtë film, sepse nuk është e sotit, kjo është një akuzë që e kanë bërë pejgamberit alayhis salam dhe muslimanëve. Nevojë me pa këtë film. As që ka nevojë, ne nuk dëm të bëjmë publicitet. Me këshir çka ku. Prandaj neve çka na duhet si musliman është ta njohim pejgamberin alayhis salam nga vetë ne, jo si në paraqesin tjerë. Dëshmitar më i mirë mund të konjeri për diçka kur pimrena dikush dëshmon diçka. Nëse kanë diçka që na mesin muslimanëve kem fol diçka për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e që ka qenë metetin ne ta binë ta sjellin. Përndryshe çka bin tjerë mos i ham ato. Andaj falenderojmë edhe xhallart edhe juve që sadopak një kontribut dham. S'po dim sa kemi merituar që të flasim për pejgamberin alayhis salam, po jemi ngarkuar me këtë amanet, duhet që pejgamberi alayhis salam në forma tona ta tregojmë ashtu si ai ka qenë, dhe faleminderit. Me shpresë të bëjmë një nëse ka mundësi do urdhër. Ndërhyrje e tham, po e përsërit edhe ti tash që të mjaftojmë për pejgamberin prej asaj që e thon muslimant. Po edhe nga jo muslimant, ata që janë objektiv, që janë real, e që në studimet e tyre apo në punën e tyre janë mundu me arrit deri te vërteta, në fund kanë dalë me fjalë të mira për pejgamberin alayhis salam. Ka shumë, po kisha përmend të thënien e një të huaj me emrin Thomas Carlyle, i cili thotë se kam lexuar biografin, historinë e të dërguarit të muslimanëve, mirë thotë e kam studiue, edhe atë jo një herë, po disa herë, dhe nuk kam vret për vetë se moralit që duhet me qenë. Në përfundim ka arë që aty vetëm është morali i mirë dhe e mira. Edhe sa kisha me dëshirue, thot ky, që Islami tjetë rruga që duhet me trasue bota sot. Ta e ka vret, sikur që e tham na, edhe më herët, se pejgamberi alayhis salam ka kontribue për të mirën e njerëzimit. Ka luftue, sikur që e përmendi hoxha, për gjithë ato vite, sa luftra që i ka bo, shumë pak njerëz, në shifra do të janë vra, pa i më tepër e ka luftue të keqen, i ka luftue
dukurit negative, tmetat që janë në për shoqëri dhe ka korë sukses, atë shoqëri e ka pastruar nga gjitha ato dukuri negative që kanë qenë përhapura në masë të madhe. E na duhet përfitojmë nga sjellja e pejgamberit alayhis salam që sot të punohet në atë drejtim që të luftohet e keqja, të luftohen dukurit negative, të luftohet prostitucioni, droga, të luftohet fadja, kamateja, të luftohet padrejtësia, të luftohet hajnia, sikur që e përmende, që sot s'po na lojnë qetë as në xhamia tona nuk po mundemi me investuar diçka të hajrit mirë me bë, nga frika se hajnat po hinë dhe po na i vjedhin. Dhe nuk po mundet zgjidhje më gjetë për këto. S'po mundet zgjidhje. E në atë kohë pejgamberi alayhis salam, sikur që e përmende edhe hoxha, që e ka zbatuar ligjin për gjithë dhe nuk ka toleruar, s'ka pas tolerancë. Atëherë ka qenë më të vërtetë ajo fjala, toleranca zero, me plot kuptimin e fjalës, jo sikur sot. S'ka pas korrupsion, s'ka pas kurrë. Nëse ka ndodhur që dikush ka gabuar edhe në rrethin e ngushtë familjes së pejgamberit, me gjithë dashurinë që e ka pas, ka qenë i vendosur me zbatuar ligjin. Allahu me fjalë. Me fjalë. Allah inshallah na udhëzon. Amin. Me shpresë se kemi nevojë për ta njohur edhe më shumë pejgamberin ton alayhi salatu wassalam. Ju premtojmë gjithë shikuesve dhe dëgjuesve që na dëgjojnë se të kemi një seri për historinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam në aspekte të ndryshme, por inshallah në këtë sezon vjeshtor do të kemi edhe një seri të 4 halifeve të drejtë bashk me Omar ibn Abdulazizin. Vëllezër dhe motra të nderuara, ju që na dëgjoni dhe të tjerë që na shikoni, në emër timin personal dhe në emër tuaj, i falenderoj gjithë hoxhallarët për prezencën e tyre sonte në këtë studio ton në Prizren, duke lutur Allahun xhelleshanu gjitha të mirat, begatit, mëshirë, magfiret, falje për ta, familjet e tyre dhe për mbar muslimanët. Me shpresë të takohemi edhe herave të tjera, ju përshëndesim me përshëndetje islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.